Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 9 televizioni, studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me lidhje direkte dhe me mysafir në studio. Sot janë bërë 27 vjet që kur është çliruar Prishtina. Të parët të pra që hynë në kryeqytetin e Kosovës Prishtinë kanë qenë ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me dy prej tyre, Bahri Gashi dhe Sami Makulli. Ndërkohë në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim për procesin e numërimit. Tash ka filluar realisht procesi i numërimit të votave po shkon drejt fundit, mirë po sot gjatë ditës ka nisur numërimi i votave nga përfaqësitë diplomatike, pas pak do ta kemi një lidhje direkte me kolegen time, Elma Sulemani, e cila ndodhet në qendrën e numërimit këtu në kryeqytet, për të parë se si është duke shkuar ky proces. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithashtu titujt kryesor. Nis numërimi votave që po shkon drejt fundit, gati 90 përfundohen, nis procedura për votat nga diaspora. Shënot dita e qirimit e Prishtinës, kryeqytetin ndërron luftëtarët në bazë seancë, marshohet në shesh. Një autobus motor sulmohet me Kalashnikov në Malishev, s'ka të lënduar, arrestuar i dyshuari. Një 25 vjeçar dyshohet se dhunon një 15 vjeçare në Fushë Kosovë, arrestohet nga policia. Emisioni frontal për sot e nisi me procesin e numërimit të votave. Në shumicën e qendrave komunale të numërimit është mbyllur procesi i numërimit të votave, rezultati në renditje nuk ndryshon shumë. Po numërohen edhe fletvotimet e fundit. Për 3 ditë të plota këtu u procesuan 62 vendvotime. Numëruesit e qendrës komunale të numërimit në Fushë Kosovë punuan me 7 avodina nga 4 numërues në 2 ndërrime. Procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputet vetë ka përfunduar këtu në qendrën komunale të numërimit të votave në Fushë Kosovë. Në këtë qendër procesi nisi të hënën në orën 16 e përfundoi këtë ajte rreth orës 12. Shumica e qendrave komunale të numërimit tashmë e kanë përfunduar këtë proces pas zgjedhor. Deri në mesditë, Gjilani, Gjakova, Prizreni dhe Prishtina ishin qendrat e vetme që nuk e mbyllën numërimin e votave. Numërimi po shkon drejt fundit, por renditja e kandidatëve më të votuar nuk ka ndryshuar. Albin Kurti pri në listën e partisë së tij duke u pasuar me Glau Konjucën, derisa Albulina Haxhiu po del gruaja më e votuar në vetvendosje me mbi 98.000 vota. Këtë renditje ajo e mban edhe në krahasim me gratë e subjekteve të tjera politike. Vjosa Osmani mban deri më tani mbi 71.000 vota në listën e DDK-s, e Vjora Qitaku mbi 35.000 në PDK, ndërsa Time Kadriaj e Aleancës mbi 15.000. Por gratë u rendetën edhe në fund të listave për numrin më të vogël të votave. Arjeta Ajeti nga vetvendosje mori mbi 1.900 vota. Nga DDK më pak vota mori Albana Bunjaku me rreth 500 vota. Nga Aleanca, Argjenta Perbatovci me mbi 100 vota. Ndryshe në PTK, në fund të listës u rendet Ilir Peci, i cili mori mbi 600 vota. Për procesin e numërimit për votat që vijnë nga përfaqësitë diplomatike ka folur sot zëdhënësi KQZ-s Valmir Eleci. Ju njoftojmë se në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit në përfaqësitë diplomatike. Në 6 qershor, pra një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, në 30 përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës, të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës, është zhvilluar votimi për shtetasit e regjistruar paraprakisht për të votuar fizikisht në ndonjëherë nga këto misione diplomatike. Nga 27.724 shtetasit të regjistruar, kanë votuar 22.860 prej tyre, apo 82.46%. Dhe këto fletvotime do të përfshihen në numërim. Gjithashtu, në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhduar procesi i vlerësimit të pakove të supozuara me fletvotime, që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës, që deri më tani janë sjellur në Kosovë.
E për të parë se si është duke shkuar ky proces, tash në lidhje direkte kam kolegën time, gazetaren Elma Sulemani. Elma, përshëndetje, linja për ty. Elma, nuk e di apo më dëgjon, po jem shumë kurioz për të kuptuar se si po shkon procesi i numërimit të votave atje ku jete. Arsem, përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë. Atëherë, si që thatë edhe jo, momentalisht ndodhem në qendrën e numërimit dhe rezultateve këtu në Fushë Kosovë, ku që një orëve që ka fillu edhe numërimi i votave nga diaspora apo nga shtetasit që kanë votuar në përfaqësi diplomatike nga 30 përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës. Atëherë, si që ka për me dije edhe zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Edizi, në orën 16 vit se ka filluar dhe ky proces. Do të thënë, kanë qenë përfaqësitë diplomatike, ku qytetarët e Republikës Kosovës që kanë qenë të regjistruar jashtë Kosovës, kanë qenë të vendosur në 18 shtete të ndryshme të botës, ku mes tjerave nga 27.724 shtetas të regjistruar kanë votuar 22.860 prej tyre, apo 82.46%. Ndërkaq, do mundohemi të realizojmë një intervistë të shkurtër edhe me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Edizin, derisa të përgatitem me të realizojmë intervistën me të, po jap disa pamje, do të na ndihmojë edhe operatori jonë që ky proces vetë ka fillu, ndërkaq momentalisht është duke u bërë ndarja apo klasifikimi i fletvotimeve, duke u ndarë në grupe të partive politike, e pastaj përmes monitorit do të monitorohet krejt numërimi nga numëruesit në këtë rast numëruesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Domethënë, gjithashtu edhe vëzhguest e partive politike që ndrojnë afër ku përmes një televizore mundën me pa dhe me monitoru komplet procesin deri kur domethënë gjatë numërimit të kandidatëve për deputat. Afër vetës tashmë vetë se kam zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Edizin, ku do ta tregoj më shumë rreth këtij procesi që ka filluar në më shumë se një orë. Zotë Edizi, faleminderit pak se qysh po shkon, veç një orë kanë kalu kresë. Sipas planifikimeve, në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka filluar procesi i numërimit të fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga votimi në përfaqësi diplomatike që është realizuar më 6 sheshor pra të shtunën e kaluar në 30 përfaqësi diplomatike, ku nga 27.724 shtetas të regjistruar për këtë lloj votimi, sipas të dhënave preliminare kanë votuar 22.860 prej tyre. Pra, ajo çfarë do ndodhë në QNR është numërimi i këtyre fletvotimeve nga votimi në përfaqësi diplomatike. Momentalisht, grupet e numërimit Si duket kemi një problem teknik për shkak se zëri i Elmes nuk po na vjen, por megjithatë për këto zhvillime atje në qendrën e numërimit do të kemi një kronik në orën 19:30 kur është edhe edicioni qendror i lajmeve. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Pjesëmarrjen në takimin e mbyllur në Hagë, realisht ky është një kronikë e cila do të pasojë, mirë po fillimisht të flasim për ushtruesin e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Alborina Haxhiu, e cila është deklaruar sot pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, partitë politike, siç ka thënë ajo, duhet të angazhohen në dialog për të gjetur një zgjidhje lidhur me çështjen e presidentit. Në intervistë për Radio Televizionin e Kosovës nga Sofia, Haxhiu tha se fillimisht do të përfundojë i gjithë procesi zgjedhor, përfshir numërimi i votave të mërgatës, vota me kusht dhe atyre me asistencë. Pas certifikimit të rezultateve zgjedhor, ne duhet të angazhohemi në takimin e partitë politike në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit, ka shkruar Haxhiu.
Dhe pas këtij refuzimi që ka bërë gjykata speciale para mediave, ka dalur avokati i popullit të Kosovës, ndjekim deklaratën e tij. Pas raporti ju keni adresuar disa vende me letra, çka prisni, çfarë feedbacku prisni pas raportit, cili do të jetë impakti në vetë punën e gjykatës? Unë e para që duhet me shpjegu për publikun është ideja me monitoru edhe me hartu një raport të pavarur ndërkombëtar për punën dhe funksionimin e gjykatës, ka ardhur si rezultati i shqetësimeve publike që janë shfaqur në Kosovë lidhur me atë se kjo gjykata është brenda standardeve të drejtësisë së Republikës Kosovës dhe është në përputhje me standardet ndërkombëtare për një gjykim të drejtë dhe të panshëm. Edhe krejt kjo në frymën e kontributit që ne kemi dashur me dhënë për vetë gjykatën, me reflektu lidhur me këto shqetësime, me dhënë sharrime edhe me bind publikun dhe qytetarët e Republikës Kosovës se ata janë të zhvilluar një proces të drejtë. Dhe mendoj që raporti dhe gjeturat e raportit konfirmojnë krejt shqetësimet që unë i kam ngritur edhe në takime drejt për drejta me kryetarin e gjykatës dhomave specializume. Dhe pres që ky raport me ndiku që gjykata me reflektu, mu hap, me qenë më transparente me publikun, me i dhënë përgjigje dhe me i dhënë sharrime shqetësimeve dhe pyetje. Ndrojmë temë të informacione dhe flasim për një aksident të rëndët që ka ndodhur në fshatin Besi, këtu në Prishtinë, ku nga ky aksident 5 persona janë lënduar. 3 vetura u përplasën e 5 veta mbetën të lënduar. Kjo pas një aksidenti në rrugën Prishtinë-Podujev përkatësisht në fshatin Besi. Rrethonat e këtij rasti i bëri të ditura policia. Sot rreth orës 1 kemi pranuar informatën se në fshatin Besi të Prishtinës ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira 3 automjete në lëvizje. Si pasojë e aksidentit janë lënduar 5 persona. Me rastin po merret një siti i trafikut rajonal. Kurse lidhur me gjendjen e të lënduarve treguan nga CKUK-ja. Gjithsej 5 pacientë kemi pranuar në klinikën e emergjencës. Prej tyre njëri ka qenë gjendje pak më të shëndetësore, është transferuar në klinikën e neurokirurgjisë, ndërsa 4 të tjerë janë lejuar në shtëpi. Në vendin e aksidentit pasuan edhe disa objekte biznisore, por pati edhe dëme të tjera. Njëri nga banorët tregoi për pasojat. Një ora mas mesnate ka ndodhur një aksident, edhe të lëndum ka pas, me fatalitet s'ka qenë. Dome materiale kanë qenë bukur të mëdha, të llogarit produktet bujqësore, plenat artificiale, plus asaj autobusat i kom pas të një autobus më ka dëmtuar shumë pjesën e mbrapsme, edhe veturën time personale. Ai tha gjithashtu se pret kompenzim. Po mu ma mërmenja që kompania e sigurimeve cilën e ka pas sigurum ai veturën, duhet me i pagu domet material. Policia ka qenë vend në ngjarjes, i ka bërë matjet shiqimin, edhe besoj që gjatë javës tashme do të kontaktoj me ta. Sipas dëshmitarëve, shpejtësia ka qenë arsyeja kryesore e këtij aksidenti, gjë që nga institucionet përgjegjëse nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Ndërkohë një person ka vdekur si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur dje në rrugën Faj Konica në Prizren. Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur në mes të një veture dhe një biçiklete. Raportohet se ka ndodhur një aksident trafiku mes një veture që drejtohet nga i dyshuari dhe një biçiklete. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i biçikletës ka pasur lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në CKUK. Viktima gjatë trajtimit mjekësor edhe ka ndëruar jetë, thuhet në raportin e policisë. Një person në Malishevë është arrestuar pasi njëjti dyshohet se ka shtënë me armë zjarri në drejtim të një autobusi në fshatin Pagarush. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësia e policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, i cila ka bërë të ditur se njësitet policore kanë reaguar menjëherë pas pranimit të informacioneve. Rreth orës 12 është pranuar një informacion lidhur me një sulm me armë zjarri në drejtim të një autobusi në fshatin Pagarush të Malishevës, me që rast njësitet përkatëse policore kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes, ka deklaruar Krasniqi. Sipas saj, si rezultati i veprimeve hetimore, personi dyshuar është identifikuar dhe arrestuar, ndërsa ai është sekuestruar edhe një armë e llojit AK-47.
Besim ende në fushën e sigurisë, në Prishtinë një burr ka dëpërtuar brenda një shtëpie në Kodrën e Trimave në Kryqëzet dhe ka thirrur me thik një grua mbi moshën 70 vjeçare. Viktima po vazhdon të trajtohet në QKOK pasi derisa i dyshuari pas trajtimit psikiatrik është dërguar në mbajtje. Rastin e ka konfirmuar Policia e Kosovës në raportin 24 orësh të saj. Flasim tash për një ngjarje tjetër të rëndë që ka ndodhur në Fushkoso, ku një 25 vjeçar dyshohet se ka dhunuar seksualisht një të mitër. Herën e parë dyshohet se kreu vepër penale, por tentimi i dytë i kushtohej me prangosje. Një 25 vjeçar dyshohet se ka dhunuar seksualisht në Fushkosov një 15 vjeçare nga Skenderaj mëngjesin e së dielës. I dyshuarit që punonte si taksist kishte marrë të miturën 15 vjeçare për ta sjellë këtu në Fushkosov në banesën e tij, e siç dyshohet më pas për të kryer aktin. Rasti që ndodhi më 7 qershor dishi të përsëritej të mërkurën, mirëpo i dyshuari u arrestua nga ndërhyrja e policisë së Kosovës. Derisa me rastin po merren nga prokuroria themelore në Mitrovic, prokurori ka urdhëruar ndalimin për 48 orë. Mund të konfirmojmë që është ndalur një person për shkak të veprës penale dhunime. Brenda afatit të parapar ligjor do të paraqitet kërkesë për sigurimin e pranisë së prezencës së të pandehurit në procedurë. Rasti është duke u hetuar. Në rast se i dyshuari shpallet fajtor për veprat penale të tilla, dënimi mund të arrijë deri në 20 vite burgim. Kemi të bëjmë me persona në moshën 16 vjeçare, shkalla maksimale e dënimit mund të shkojë deri në 20 vite, ndërsa në rast se kemi të bëjmë me persona në moshën 14 vjeçare, atëherë nën kupton që maksimumi i dënimit, i cili është me burgim deri në 25 vite. Televizioni ka kërkuar një përgjigje edhe nga qendra për punë sociale në Skenderaj, nëse kanë marrë masa për rastin, mirëpo të njëjtët nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërrojmë natyrën e informacioneve në prag të 14 qershorit, ditës ndërkombëtare të dhurimit të gjakut në sheshin Nën Tereza në Kryqëzet, ka nisur java e dhurimit vullnetar. Tendat janë vendosur këtë të ajte dhe këtu do të qëndrojnë për 7 ditë të plota. Me rastin e ditës ndërkombëtare të dhurimit të gjakut, me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë në disa pika në të gjithë Kosovën, po mundësohet ky proces, që është jetek për ata që kanë nevojë. Në orët e para në sheshin Nën Tereza në Prishtinë u vrejt interesimi i madh. Si shqiptorë, si njëri na kena obligim gjatë mu me dhënë gjak. Mos mu qëmë kërgjë tjetër me dhënë bile gjak, kemi dhënë edhe sa në tjera kontributë, lukët edhe para lukët edhe masikët edhe liria edhe në poqe. Do të me dhënë gjak e detyra e detyrë. I bashkangjitëm këtu në ideve të dhënies së gjakut, andaj njerëz të cilët janë zemërbardhë, njerëz që e dojnë jetën edhe kuptojnë problemet e çfarë do të qofsh të ndodhen në shëndetësi, me kënaqësi dhe respekt pasojnë më të madhe nga organizmi e japin gjakun. Uroj që njerëzit vetisohen dhe të japin gjak sa më tepër për njerëzit që kanë nevojë më shumë. Pas vullnetarëve të cilët u kujdesen që kjo procedurë mjekësore të shkojë mirë, gjithçka u realizua nga profesionistët shëndetësor. Përnder ditës botërore dhurimit të gjakut, e cila është me 14 qershor. Ne si çdo vit tjetër, edhe si vjet kemi përgatit aktivitete përnder të ditës botërore të dhurimit vullnetar të gjakut, duke filluar pra me organizimin javor të aktiviteteve për dhurimin vullnetar të gjakut. Ne presim çdo ditë dhurues të gjakut këtu në qendër prej datës 11 deri me datën 18 qershor. Doktoresha mes tjerash i përshkroi benefitet e dhurimit vullnetar të gjakut. Dhurimi i gjakut është i rëndësishëm sepse çdo ditë, çdo 15 minuta një pacient ka nevojë për gjak dhe për bërës gjakut. Dhurues të gjakut duhet me qenë për çdo ditë duhet të kemi dhurues të gjakut, sepse këto gjaku e ka edhe afatin e vet sa qëndron. Kërkesa ka çdo ditë, çdo moment. Aty pari kaloi edhe i pari i Prishtinës, i cili i përshëndeti profesionistët shëndetësor. Tha se do të dhuroj gjak më vonë shkaku i agjendës, por megjithatë një mesazh e dha për qytetarët.
me dhënë gjak shpëton jetë, prandaj ftoj të gjithë qytetarët e kryeqytetit që janë të shëndosh, dhe jo vetëm kryeqytetit, por gjithë Kosovës, edhe që munden me dhënë gjak, atëherë të vinë këtu në sheshin e Nën Terez, në kryeqytet, edhe të dhurojnë gjak e të shpëtojnë jetë. Për pas qytetarëve, kësaj iniciative do t'i bashkohen edhe pjesëtarë të policisë të Kosovës, si dhe ushtarë nga forca e sigurisë. E sot në kryeqytetin e Kosovës ka pasur aktivitete të shumta për të shënuar 27 vjetorin e çlirimit të Prishtinës. U mbledhën për të festuar shënimin e një date historike. Ata që dhanë më së shumti për këtë vend, pjesëmarrës ishin në këtë event. Ky 11 qershor ka shënuar 27 vite që nga çlirimi i Prishtinës. Sakrifica e të gjithëve që kontribuan për liri vlerësohet çdo ditë më shumë. Përveç tyre, i pranishëm ishte edhe i pari i Prishtinës për parim Roma. E këtë ditë, ai po e konsideron jo vetëm si festë, por edhe si përgjithësi. Por dita e çlirimit nuk është vetëm ditë feste, është ditë përgjithësie. Përgjithësia jonë sot nuk është ta fitojmë lirinë, atë fituam ata që sakrifikuan gjithçka. Përgjithësia jonë është ta ndërtojmë një shtet dhe një kryeqytet që janë të denjë për atë sakrificë. E kryesuesi i institucionit legjislativ në kryeqytet çmoi sakrificat e bëra për liri e nuk la anash as ish presidentin Ibrahim Rugova. Në këtë ditë përulimi me respekt të thellë para dëshmorëve të kombit, martirëve, invalidëve të luftës dhe të gjithë atyre burrave grave që sakrifikuan gjithçka për idealin e lirisë. Lavdia e tyre është e përjetshme dhe kujtimi për ta do të mbetet gjithmonë pjesë e ndërgjegjës sonë kombëtare. Historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të shkruhet pa përmendur presidentin historik të Kosovës Ibrahim Rugova. Mbi rëndësinë e kësaj date historike foli ish-komandanti i UÇK-s në zonën e Llapit Rustem Mustafa. Çlirimi nuk ishte vetëm largimi i forcave pushtuese. Çlirimi ishte rikthim i dinjitetit njerëzor. Ishte e drejta për të menduar lirshëm, për të folur e lirshëm dhe për të jetuar pa frikën e persekutimit. Ata që kanë jetuar dy epokat, okupimin dhe lirinë, e dinë çmimin e saj. E pas kësaj seance, ish-ushtarët e UÇK-s filluan marshin në sheshin e Prishtinës. Me shumë entuziazëm, emocion e brohoritje, ata vazhdimisht vlerësuan këtë ditë. Por marshi më i veçantë dhe që i bën krenar ata të cilët e kanë përjetuar këtë moment është me 19 qershor të vitit 1999, kur Prishtina u çlirua dhe ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës u futën në ky qytet. Ka pas shumë të tillë, dy prej tyre e kam në studion e emisionit Frontal, zotin Same Makulli. Zoti Makulli, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. E po ashtu edhe Bahri Gashi. Zoti Gashi, mirë se erdhe. Besoj që këto pamjet ju rikthyn pak në kujtesë para 27 vitesh. Qysh ka qenë 27 vite më parë kjo ditë? Më vjen keq që sot mbas 27 viteve nuk për shkak të angazhimeve nuk është që mora pjesë në asnjë prej aktiviteteve. E si ka qenë dita, ne kemi hyrë para forcave ruse që kanë qenë në Prishtinë. Ditë e para, nuk mund të thëmë që ka pas ndonjë ndjenjë gëzimi apo euforie, ishte situatë kaotike, stresuese, në kuptimin e paqartë. Hynën para se me hi forcat e NATO-s. Hynën rëst para se me hi forcat e NATO-s dhe në fakt u bënëm trepar forca, UÇK-ja, NATO, Rust, eventualisht Serbt ishin në qytet dhe gjendja vazhdimisht me brengën se çfarë po ndodh, ku po ndodh incidenti kështu. Po mbas ca dite që situata u qartësu, u rregullu, forcat serbe u largun, atëherë normalisht nuk mund pa thonë ishte ndjenjë drithruese. Është një ndjenjë
krenarie, një djenjë triumfi. Jo triumfi në kuptimin për vete, po kur e mendon që këtë triumf është angazhim i gjeneratave të një pas njëshme dhe ka orë një moment që ti je në pozicion dhe po e përjeton këtë ndjesi, nuk di si ta përshkruj. Ndjenja ma e mirë që ka mujtë me po një ndjenjë dashurie, pastaj ndaj njerëzve, ndaj vendit, besa dhe krenarie madhe, dhe thot në kuptimin e plot të fjallës, diçka që merë frymë lirshëm në qytetin tonë, diçka që e përjeton çdo emocion, çdo bised me cilin do qytetarë, se pastaj fillon qytetarët edhe me na ardhë prej kufinit, mas të dite. Fillon me dole dhe për podrumëve, besat të cilët... Pastaj me u liru pak, me u shprej, me u malëngjy njëri me tjetrin. Shof, jo si vujtje, jo si përjetim, po është pjesa ma e mirë e karierës time, e shkollës time, që më ka dhonë një karakter të fort, edhe më ka ndihmu shumë njetë, në fakt, për shkak që derisa ti ballafaqohesh me vështirësi tilla, nuk dorëzohesh, nuk thyhesh letë në këto barjera, pastaj në jetën e përditshme problemet duken shumë të vogla, shumë minore në kuptimin dhe kjo normalisht unë ka ndihmu shumë në ka qenë shkollë dhe mirë. Po, Bahrejt, që kujton ti prej 19 qershorit 1999? Ato data shumë të rëndësishme për këtë popullu shqiptarë normalisht, po edhe në të veçantë dhe për neve. Unë kujtoj shumë sene, po mas po këti kujtoj emocionit, sepse ne kemi qenë pjesëtar të guerilës BIA, e cila ka operu në qytet dhe na vazhdimisht kemi lëvizur në për qytet, kemi dalë për i shtetit dhe jemi, kushtimisht me thonë, jemi kompamësu me atë keqen, me rrezikun e përditshëm, me të tjerë të ishin frika ose tuta për neve, po thujse pa të kalun në normalitet me lëviz brenda vijave të armiku, sidomos kur e kemi parasysh se Prishtina kon kryesori i Kosovës edhe atëherë dhe nuk është kjo Prishtina e madhe që është shumë, sot po koni Prishtinë shumë e vogël që brenda 20 minuta kemë rritur çdo pozicion. Tu ka qenë edhe komanda e korpusit të Prishtinës, tu ka qenë edhe shtabi i MUP-it për Kosovë, tu ka qenë gjitha njësi speciale qoftë antiterrorike. Po flas për para çlirimit. Pse hishit në rrezikoheshit me hinë në kryqytet? Po, specifikat e guerilës janë pak të veçanta, sepse guerilja shumë herë ka operu edhe civil, pa uniforma ushtarake normalisht. Është një njësi e cila zyrtarisht është themelu në maj të vitit 1998 dhe i merë 3 emnat e 3 herojve të kohës dhe dëshmur të asoj kohë, Bahri Fazliu, Ilir Konoshevci dhe Ramonit, të 3 djemë të Prishtinës, dhe disa ka pas një numër prej rreth 300 vetëve të Prishtinës që kanë qenë drejt për drejt organizuar dhe mirat të tjerë që kanë qenë në mbështetje, kanë kryer shumë funksionin në këtë rast për zonën e Llapit, për njësi tjera, për shtabin e përgjithshëm. Për shembull, brenda guerilës së Prishtinës ka funksionu dhe ka qenë pjesë e guerilës, udhëheqëse e guerilës doktoresha Flora Brovina. Dhe shumë aktivitetet të Flora Brovinës janë mbështetur pikërisht prej ushtarëve të guerilës BIA. Si çfarë roli ka pas Flora? Doktoresha Flora ka qenë në sanitet deri në rastit e fundit kur i ndodhe arrestohet, ka qenë pjesë doktoresha Flora, sepse sot heziton me folë shumë, ajo është një ndër rekrutuesit e mëdhaja të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shumë shok tonë që i kemi na shok në guerilën njësi tjera në rekrutuar pikërisht përmes Florës, përveç aktivitet tjera humane që ai ka bë. Kjo domethënë në këtë rast këtë fotografi janë të rekrutuar prej Florës, njërna është një Patete Canolli që ka punu vazhdimisht me Florën dhe tjetër është Ardoni shoku joni shumë i mirë, fotografia është e dobë sepse
Shpesh kur po lipim fotografina nuk po gjejmë se s'kena pas aparata, as telefona, ti kështu pas dhe iPhone-a, bile i shkon mirë, po si kena pas, jena mongut me fotografi, shoh ko fotografi tjera, për shkak se mos kur vjen këfori ka shumë fotografi në përqafim të fëmijëve, më vjen mirë normalisht ashtu, kom pas që na me pas që fotografi mi pas, si kemi pas. Dhe këto aktivitete domosdoshmë që i ka bëu Guerilja, pastaj ka funksionuar Salim Mustafa, komandanti i Gueriljes, që sot padrejtisht është në Hag. Ka qenë njëkohësisht zavend si shefit të shërbimit informativ të zonës së Llopit. Domethënë Guerilja paralel ka funksionuar edhe në informim. Dhe shumë informata kanë shkuar prej Prishtinës, pasi e tham më herët çka ka pas në Prishtinë këtu. Dhe kemi pas një armatë tonë të njerëzve që kanë informuar, e ka ditë ku informojnë, dhe sot nuk e kanë statusin e veteranit, sepse ata kanë qenë një masar informator që ju kanë ndihmuar juve këto që kanë qenë në Prishtinë, kryeshit tonë rreth jonit që kanë ndihmuar luftën e kanë. Çfarë informacione për shembull ju kërkonit ose merrnet? Po për shembull sot është në dalje të Prishtinës kazerma Adem Jashari. Dhe edhe atëherë në atë kohë ka qenë kazermë në jamën shumë të keq Josip Broz Tito. Dhe prej aty ka lëviz ushtria e Jugosllavisë. Baza e ushtrisë ka qenë aty gjitha këto rronë. Dhe vëzhgues tonë kanë mërri prej Dardanis, mesin e tyre është edhe një grup tash shumë e vjetër, që kanë përcjell, po dalin tenkat, ka po shkojnë. Drejtim të Fushkosovës që është paragjykuesi, po shkohet ka Drenisa ose ka Dugazini, apo drejtim të Prizren, apo drejtim të Llopit. Dhe kjo informacion nuk ka shumë e rëndësishme ditë ka po të vinë, atë. Edhe plus në atë kohë informacioni ka shumë i vështirë, mos sigurisht s'ka pas telefona, s'ka pas rrjete, s'ka pas kurrë. Domethënë ti u dosh fizikisht me orë në Prishtinë për marrë informacionin. Beso kanë janë makallaj këna pas atë sot me telefona. Po thua. Kena mërri për një kohë shumë shkurt brenda Prishtinës për një orë me mërri në fund Prishtinës. Dhe për Prishtinës pastaj kemi dalë me makina ose me mjet të ndryshme dhe kemi mërri shumë shpejt me përcjellin informacionin. Te kush e përcjellin? Na përgjithsisht informacionin kanë shkuar te ekipa që ka pas Salim Mustafa. Po. Sepse pastaj ata kanë vazhduar me komunikim me zonën, të tyre tina ka qenë komunikimi i zonës, na i kemi përcjell deri te ai, gjithë në forma të ndryshme. Po ashtu ka qenë me rëndësi të madhe shumë që ka ekzistuar një fond i emergjencës në Prishtinë, që ka qenë në bashkëpunim shumë ngushtë me Guerilën mbija, qoftë për financa, qoftë për ushqime, qoftë për ilaçe të ndryshme, qoftë për uniforma, për qëllën e njerëzve, marrim prej zona të tjera, me provën Prishtinë, sepse nga njerë Prishtina interpretohet keq edhe gabim. Prishtina është e gjithëve edhe në Prishtinë, të gjitha zonat e luftës ka mërri me ardhë në Prishtinë. Kjo është një metodë që është këna funksionon atër. Po, shumë valën përshtypi ka fotografi. Aty është Valon Morati. Cila është Valoni këtu? Valoni është që me zemper, të e përzije, ata, si që gjithojnë atina, jo është qullin, të e po për fli. A flini ka të qimë? Akim Koleta është a që i ka qitë dur mës, ajo është Lumja një shoqe jonja, kjo i kuqë është Salim Mustafa. Ato ullën nuk për një, po mjenë kesë fotografia dëpë. Këtu e në kontu në e boni fli, se s'kena pas ka me hongër. E vetë një mësi u konë mirë, këna pas edhe fli. Tash ma dojmë në fli. Qashtu është, po... Konë letë me i gatu, sepse veç që s'ma uj, mirë edhe dë vajnë se e ke pas. Edhe këna qatë qajë në më në konë i shrimi vetëm. Edhe kjo ka si në më... Ku po kjo fotografi? Kjo fotografi duhet jetë Sharban. Sharban. Po, kjo duhet jetë Sharban fotografia, po besaj që në Sharban në bazë të kohës, se kështu në bazë të kohës gjelbrimit është Sharbani, është 99-ta. Guerilja ka vazhdu kështu, edhe me kontakte politike, edhe me kontakte njerëzore, ka pasë edhe detyra me marrë njerëz për i Prishtinës, qysh është rastja Adem Demaci që kemi ardhë me marrë, me largu me qitë zonat e lira ku... Kine ardhë me marra? Po këna ardhë me marra Adem Demacin. Baci si baci i famë shumë gjithdo herë, ka thonë në djemë shkollin se lufta ka më kryu shumë shpejt, edhe mëse runë jo mëse rezikoni vetën, se baci e ka bot vetën. Valoni ka qenë pjesë i dërgu në fakt prej zonës, për me folë me ta, drejtoni Seni ka qenë njëri i kontaktit. Po, për me hikë, Adem prej Prishtinë. Sikur kemi provu dhe shumë tjetë, mos i shtime amë në gjithë, kemi provu dhe shumë figurat tjera, qotin politikan, qotin intelektual, me largue. Për shamon? Po vetën Suroj është lypë, për shamon në atë kohë, me u largu prej këtuit, ose edhe disa tjetë, ashtë mos t'i politizojmë, se jem ku fushatë dhe s'po du me i politizojë. Kry fushatë, po... Pytajt Hyseni ka kalu asaj dhe Basri Mosmorati ka kalu asaj, Basria Gabova, po kë Kosumi, Beram Kosumi, dhe disa tjeri kënë largu, për mes ushtarët Guerilës ka nërë lartë. I keni ndimu ju për mu largu. Ndaj kemi ditë rrugë dhe kemi pas shumë kalajshme me lëvizë. Pra, zoti Makulli, sepse kryot për shtypja që në Prishtinë nuk ka pas ushtarë,
nuk ka pas luftë. Po, nëse dëgjon këto rrëfime, realisht po del e kundërta. Dimensioni i luftës nuk mund të njëra anë. Do thotë luftën për respektin e ushtarëve që rrezikojnë jetën vijën e parë, lufta nuk mund të vetëm me krismën e pushkëve. Se shpesh thojnë ka pas luftë, ka pas shtëna ose viktima, që është bilanci kryesisht që montet pjesa e luftës. Po dëgjuesit do ta kuptojnë një punë që për të bërë një luftë është shumë dimensionale, janë shumë aktorë që kyçen në ta. Do thotë pjesa më e madhe e kontributit shpeshherë bëhet në heshtje, në prapavi, me njerëzit që këtu kanë qenë spitalet, këtu janë për shembull të burgosnit, të barnat, pjesa e logjistikës, e ushqimit, kjo që do të thotë më ke ju këtu në këtë logjistikën, pjesa e shtypit, pamfleteve, që duhet me punu në konfidencë të plotë. Prandaj është një shumë ma komplekse, një grupi madh i njerëzve që angazhohen në këtë punë që kryejnë punë. Pastaj, Prishtina ka qenë nyja. Ne nuk e kemi pas, nuk kemi qenë zona jonë afër kufinit me Shqipëri për pas një logjistikë. Prishtina ka qenë nyja. Çdo zgjidhje u dashke përmes Prishtinës. Edhe zgjidhje e vështirë, realisht, sepse marrë Prishtinë ku luftë u konë. Po, kemi dëpërtu vazhdimisht, më thonë, vazhdimisht kemi kanë qenë prezent ushtarët. Deri ku arrishin në dëpërtu mbrana në kryqëzet? Po, jo, mendoj që kemi pas të mbulume gjitha lagjet. Kemi pas... Të rrezikun gjithçysh, do të rrezikun. Gjithçysh. Prandaj, kur flasëm për kontributim për pjesën, dhe më thonë, nuk do të anashkalojmë pjesën e mjekve që e kanë rreziku shumë për ta shërunit të plagosën, nuk mujmë me anashkalue një nonë që ka përcjell djalin për në ushtri, pjesën e atyne që kanë strehue, se dhe strehimi ka qenë jashtëzakonisht i rrezikshëm. E mjekë ka vjetë që po i përmani, këta punonin në spitalin e Prishtinës, që ta shosh që ku kë, apo në për, si më thonë, në Tereza ose... Pjesën pasi Bahria u konë direkt i kyçën pjesën e... Ka kanë qenë edhe... Tash të monë, kërë folim ka njerë për mjekt, për shembull është Qeremkida, së doktor shumë i njoftë në Kosovë, edhe ka qenë studenti i fakultetit mjekësisë në gjatë luftës dhe menoj që u shkon ma shumë se doktor atëhere, dhe punën që ka bo Qeremkida atëhere është e jashtëzakonshme. Pa edhe atër ka ditë me kep njerin, që o zdi me folë që kërë mjekë, si student, unë a i këpon gjendi me operu njerin, me a ndimun qatë që ka posë mundësi me këtë atëherit, ose kënë i badit e ka qiu që ka posë me një përvoj të infermierët, po që ka bo shumë, pasaj ka qenë të uta hodri një ku atje. Nëse fillojmë i përmen doktorat, do të harrojna janë në një ushtri e madhe doktorave që ka punu qofë privat, qofë në QKK, që ju kanë përgjegjë çdo zonë të luftës, çdo zonë të luftës. Venen doktorët venen në zonat luftës, apo venen plagosën? Dyat, sepse në të uta hodrin ne kemi pasur edhe atje. Prishtina, unë për shembull në periudhën, nëse zgaboj shkurt mars, sa unë e kum ditë, domthonë i kum ditë ikon rreth 15 vena në Prishtinë që ka pas të plagosën. Janë ardhë Prishtinë, janë vendosë, qofë për i Drenicës, janë në familje brenda, jo domos, qofë për i Drenicës, për i gjitha zona, kanë qenë të vendosëm në Prishtinë, ata kanë pas nevojë edhe për roje, ata kanë pas nevojë edhe për ushqim, ata kanë pas nevojë edhe për mjekësi dhe për gjithçka, dhe është që kjo armata e madhe njerëz gjithar më herët, ku kanë hy familjet tona dhe gjitha familjet tjera në Kosovë, në Prishtinë dhe në Kosovë, që kanë qenë në shërbim të luftës. Qaj që përdo të Samia që jo vetëm pushka e bëntunë, sepse nëse morëm ashtu Slovenia e ka pas një 2 javë luft me 14 njerëz të vromë dhe thot lufta për pavarësi e Slovenisë. Në Kosovë, edhe më shpesh ne kemi humbur 10.000 vetë, po ne kemi jetuar pavarësinë. Kështu që nëse motëm kështu gabim, lufta në Kosovë ka qenë, na jemi konë pushtuar 100 vjet. Na jemi konë me tembel të shtëpisë luftë.
nas që mi kanë, qëtë ata që kanë shkuar luftën, që kanë bo luftën, nuk i ka rënë një moment men, unë po shkoj në luftë. Po ai ka qenë pjesën e represionit të madh, kudo që ka jetuar në Kosovë. Një është ti si njëri që i kanë pjesë e luftës, i kanë i gatshëm e dek për këtë vend. Unë një nga shumë mirë. Jo, që po gjithë shoqënia jonë edhe gjithë ata që ka pas halal. Unë se të kënaqsna kur i shoh çka ndodh në Prishtinë. Kur e shoh këtë Prishtinë nuk kënaqsna. Prishtina u konë kërështet për konë shumë i vogël. E ke menua atëherë për shumë natën që... Kur? Unë nuk di edhe javën e parë dhe mujnë e parë, nuk di çka ka ndodhur në Prishtinë, sepse na kemi pas përgjegjësi të madhe ndaj njerëzve, sepse për shembull në datën kur ka Hiros me 10 qershor akoma ka qenë komplet struktura e organizuar e Jugosllavisë në Prishtinë. Dhe kam mjaftuar një shkëndi e vogël që me shpërthy. Në luftë ashtë dhe politikë, Slobodan Miloševići me një moment dikun në mars ose prill e kanë nënshku një vendim, çdo serb i Kosovës ka qenë i armatosur. Dhe kundër çdo shqiptar i Kosovës ka qenë i rrezikuar. Prej kojshit vet, lufta në Kosovë nuk është bërë me režimin e Miloševićit, as nuk është bërë me režimin e caktuar. Lufta në Kosovë është bërë Kosovë-Serbi. Armiqësia Kosovë-Serbi nuk është e sot, do shtuar 100 vjet prej Ahmet Delis, që e dim rastin e parë në histori kur me Sakica i ka njek, e vazhdo më tutje me Azemetin me gjithë të tjerë, po bjetë Vallra e Drenisës faktikisht, dhe nuk ka pas të luftë me një regjim se na i na konë paknosh me Serbi. Na në Jugosllavi kemi hjek, na kemi mira njerëz të vromë në Jugosllavi, kemi qindra ushtarë të vromë në APJ, që vromë pse janë shqiptar, kemi mira njerëz të burgosur pse janë shqiptarë dhe se kanë menuar që Kosova të pas edhe barabartë me të tjerë, domthonë lufta nuk ka filluar në 97-ën, po veç ka plasë në 97-ën. Dhe ka përfunduar në 99-ën nuk kena prish me Serbi në 90-ën, po na i na konë prish me Serbi gjithë, veç kush ka dashur mi pas mirë me ta. Do e kështë pas mirë, po Po dhe sot janë ata që kanë mirë dhe marrë është për ata të paktën nëse babgjysh tina ose baba i tina ka qenë pjesë e një sistemi që na ka shtyp, ai sot duhet të paktën mos me miratu atë sistem. E në kohët lutët, a keni pas të loshe me ata që e kanë pas mirë me Jugoslavinë, po flasë për lutë? Nuk i kena po. Nuk i kena po, sepse po flit fatkeqësisht vitet e fundit ka po që shumë për tyne këshin shku në për Serbi, këshin jetu e këshin bos jevin matë tash vinë dhe në shajnë neve në televizor, dhe laj narkomone, i narkodilera, i biri shpion të atje në hodonës dhe në shajnë neve, a ka nonë në shkin, e ka vlonë martu me shkin, tina fellone. Tjenë pak kujdeshëm për shkak kësaj gjumë, se të kefunet ata le të thonë që atojnë, ju keni fitu lirin dhe... Që aty ki ka dërburat mirë, jenë ullën shilte. Kush janë ta qalin edhe juve për ju nja? është jonës jam, Sami Makulli është i pari, Sali Mustafa me Berit Kuqe, Valën Morati e Akim Kuleta. Ta është për shumë vetën atë edhe ajo që po më kujtohet kështë po tha ma gjami. Në kuptimin të sajt zlashit, një njëri jashtëzakonshëm, një familje jashtëzakonshme që me krejtë rëpt të shpisë u konë USHK. Me ushqim, e me buk, e me pushke, e me tona. Edhe pse agimi këtë për duket pak si kapo në kuptimin. Po me syza, zotnia edhe në kur mirë që ekzistojnë të fotografi, për me pak më herët që asë kujtu kërkush me bo një fotografi. Për shumë kërë keni bo këtë fotografi, pse keni bo? Nuk e di asë kush e ka bo, kanë të drejtën. Asë keni kur që kjo fotografi ka mu rujt e mas disa vite, ka mu... Nuk e di kush e ka shkrep, nuk më kujtohet. Fotografit e kanë një histori të vogël. Fotografit janë shkrep gjatë luftës. Këto kanë histori të madhe, realisht. Po këto janë shpërndohë mas luftës, sepse të gjithë na kemi frekuentu në Prishtinë. A ke menu që kemi bjetu luftës? Kur s'ku menu me? Zdi. Po më kemi pas rase mi balafaquve, okej. Po të fotografit, kjo fotografi është në Butëvc. Me të calin për një? Cali është me ka poqë për mi të është Jusuf Shalaku, një njeri aktivist për vite të 80-ta, që ka dhonë kontribut qarë zakonë shumë, këtur Fatmir Mollit të doshë ma himo si për hajgave, të është që dhja ka poqë për një ma për hajgave. Cili jeti këto? O qaj me ka poqë poshtë, që kjo është fotografi e logjistikës në has të Shqipënisë. Në Shqipëni. Po, luftar Braha, Reshef, 98 a fillimi unë kjo. Po vrejt. Që në ka një pjesë që ku më operu në Kufi. Por këthejmë të kjo pjesa kur pra ditët e fundit luftës, fillimit të lirisë. Kur kja i momenti që
ju e kuptuat që në Kosovë erdhi liria? Në fakt, pjesa demilitarizimit është këtë. Kjo është kur ka ndodhur parakalimi i famshëm i ushtarëve. Demilitarizimi që kësë, hera fundit që e kemi vesh uniform, dhe më thonë kemi pas uniform, në bas këti momente di që të nesërmën një martu. Edhe hupi liria. 3 muj pateria dhe 3 muj hupi liria. Ma nga e ka se fatë. Që të merë fund liria ju. Që atërë këmë kuptua që u Ta bura shumë të mëlaj. Disa për tyne muj me identifikuat sa e tjashari, është i Mireqica, është Brahim Mehmeta me ka përshkoq masina e mone, Dardani, Kadrina Sati Doja. Cili e këto? Brahim jo të ka përshkoq një mastina. Unë është më që kështu nëse... Prezentona krejt, ata sa e një? Sajt Jashari. Po, Sajt Impenja. Po, që kjo është Elmire Shisa Petriti. Rombuja është qaj Romba? Nuk pëjmë sikur të ka prej, që kjo është Leopardi i dyshim, duke të ka thonë Shef Kem, duke të ka në është i Orlanit. Brahim Mehmeta është i Prishtinës, o komandë Gorili Bia, zanës komandant një qalli në kohët gjatë, është një ndër qalli dhe bëjimi janë përthuj se një duet i Prishtinës, që kjo mëne Mastina edhe që kjo është Dardani. Që kjo i kesje thuja mëne. Që kjo i kesje mëne, ma i kesje, që kuna botë po mirë i nati, po që me botë ashtë ajo matë mirë dhe kom qepë se jo, këta krejqa po shojen se cilë maj mirë se tjetër edhe tash po i bjerë me livdu vetëm, po së të mos reshti paren e kam bo historinë e këti veni, disa tjerë mungoj normalisht të, po këta kam bo historinë këtë kjo mos e ka bo historinë dhe sot na jena këtë ku jena. A ishte vështirë momenti kur, sepse ishte një vendim për ta larguar uniformen, pra për demilitarizimin e ushtrisë lindorë në Kosovës? Një fotografi nuk e di nëse dërgove, dhe me thonë, një moment që reflektimi ishte dita e fundit që u pajtu me hekin uniformave dhe dorëzimin e armëve. Dorëzimin e armëve, ullëm në... Ato armët nuk o dërzu dorën zanë, po ademi që tha që ashtu. Jo, dërzu armë, kom qenë pjesë e komisionit për grumbullimin e armëve, sasia mollë dërzu tash, disa tjera po, sa i përket demilitarizimit dhe demobilizimit të OQK-s dhe transformimit të saj në TMK, Guerilla Bia është pak ma specifike. Sepse Guerilla Bia ka pas mërëna vetës gjeneratat të ndryshme edhe dikon vetëm qershori na kemi operu si njësi dhe dikon fundi qershori në fillimi korikut shumica e Guerrillas Bia i kanë morë drejtimet e veta. Jashtë ushtris, sepse kanë funksionu në qatë formë ata dhe kanë kry detyrën e vetë dhe kanë nesë. Kjo, këtu jemi vitë disa për i neve, nisë nësa më nukoj këtu po mas dikon edhe kjo është, që kemi vazhdu e bepunue në strukturat të ndryshme, qovë në ushtri, qovë në struktura civile, ose në TMK, po shumica kanë shku në shpetë, edhe ma herët. Ishtë në vullë për momentin kër ju e kuptuat që erdhi liria, edhe pse ka qene pa imaginushme, ndonë se ju keni kapë armën për me luftu për lirinë e vendet, prast Sovjet në robri, nuk mendoj që liria erdhi, dhe pse ne përjetonim atë. Qështë ka qene ai momentin? Realisht, do thot në pjesën e kalkulimeve, ka qenë shumë e fështirë me mendu e largimin e forcave sërbe për këta. Pambarësisht për mos pajtueshmërisë së popullatës edhe pjesës rinis dhe njerëzve thjesht që nuk jënë gjënzukur para çfarë do situate. Qatë përdu me potencua që kryesisht luftën e bojnë dy shtresat shoqërisë, dhe më thonë njerëz të thjesht, cilët nuk e kanë komoditetin e shiqimit historisë për distancës dhe as mundësin edhe pjesa e rinisë. E rinia ka pjesën e zhvillumet të idealit që nuk pajtohet, normalisht nuk i kalkulon rreziqet, nuk e mendon shumë pjesën e fëmijëve, së është i pamartuar, pjesën e familjes, pjesën thjesht disa veprime të cilat i kemi ndërmarrë atëherë sot na duken si në filma, na duken shumë të
pa qarta, në mënyrën që kemi mendu atëherë, ka qenë spontane. Nuk është që ne kemi pas kohë për analizë, për kalkulime. Ne kemi qenë të rinj, vullnetar, që pa përvoj besa në këtë pikë, që nuk kemi majtë asë një trajnim dhe për herë të parë kemi marë pushkën për me luftu, nështë dhe për herë të parë kemi gjujtë është pa pas asë një lloj trajnimi apo pjesë të supportit që kanë... Përshaj rezultatën e bjenë që pas kanë qenë begit trajnun, sepse me largu Serbinë, Jugoslavin nga Kosovë do të një ushtëri... Po, pastaj normalisht u ndërlidhen shumë faktorë. Në thonë, ishte pjesa e rezistencës popullit, ishte pjesa e luftës së QK-s, ishte ndërhyrja NATO-s, dhe në gjitha këto rrethona mendoj që patëm një fakt historik largimin e forcave sërbe për këto. Çka është kjo fotografi? Kjo fotografi është një burr i vjetër, tash i vjetër, edhe atëherë ku do shumë i vjetër interesant është. Kjo është Hasan Vitia, na kemi thonë Lec. Ky na ka bo bukën, ky na ka do ka një gjysë kulasi bukë me marrë me veti, ka njerë kur e bëj shumë nervoz na për tit ke. Si mo ke bukë? Dhe jo na dhe ke bukë gjithë, po shumë i kujdesshëm. Unë ndoshta më lidh te emocionet tona të kohës së parë, javëve të para të luftës. Përse më ka qenë një problem se Guerilla Prishtinë ka pas detyra gjatë gjithë qershorit dhe më kujtohet shumë kur ashin të shoh për zona të tjera, më thëshin hajde me pikove, unë isha kujdestare. Ose ai tjetri dhe na ishim të detyruar me bë punën tonë sepse java e parë në Prishtinë vendos gjitha brigadat e zonës Llapit, është vendos garda, është vendos shtabi i zonës Llapit, është vendos shtabi i përgjithshëm, dhe në një farë mënyrë mi kanë infrastrukturë për të gjithë këta, logjistikë për të gjithë sepse kemi qenë të vendit. Dhe ky mu i por në ka shku kështu, dhe na kemi po tjerë të knaqë, po vetë nuk kena ditë mu knaqë. Po përsoj na knaqë, na kur u kry lufta, përshkrim më të mirën e bëna e qika që nuk ja di jamën në një nësër që folë anglisht dhe që nuk beson që shkijet kanë shkue. Sepse 100 vjetë robri, kërkur s'ka menu që një grupi njerëzve që po thoi një konë shumë, një konë pak, ka me mëri me njekë Sërbinë dhe ka me mëri. O që këja ka mëri me bo aliat natën. O që këja ka mëri me bo të gjithë aliat, Amerikanë, Francesë, Gjermanë, të gjithë botën e ka bo aliat dhe gjithë bota ka ndërhynë në Kosovë, rasti i parë që ndodhë, ka ndërhynë në Kosovë për me mbrojtë këtë popull Kosovës dhe atë e ka mërije normalisht edhe politika, pa dosh me mëhue, po me që ato faktori ushtarak e ka përcaktue aliancën me NATO-n. Nërko sot, në 27 vite, kur flosëm për ushtrin qëllimtar të Kosovës, ju të gjithë kanë vlerësimin më të madh për UÇK-n. Madje fyhen, përdoren terma të ndryshme për të fyer komandant zonash ushtarë të UÇK-s. E meritoni ushtari i UÇK-s? Mas luftës, filloj një garë për morale, për ndikim, për pushtet, dhe normalisht luftëtori kishte këtë bagazh moral. Pola tjetër që i mungante e relativizante. E zvëglante pak. Na për shembull kem pas etiketime tilla, mirë djem, bravo, po mos të ishte NATO kërkon se ne jo, edhe do thotë. Është në rregull, domethënë se NATO nuk është një organizatë që piku nga qielli, ajo erdhi si rezultati i luftës, i sakrificës, i veprimeve në terren që u zhvilluan këtë dhe rrethonave që u krijuan të përshtatshme për të ndërhyrë NATO. Tash, kur ati mungon kur është përballë një luftëtari dhe i mungon ky bagazh moral, ai e relativizon duke e përçmu nga pak. Luftën është këtë në rregull që shoqëria me i kritikue veprimet në të cilat kanë kriju ushtarët, nëse ka bën një gabim jo të përshtatshëm, që dhe ka pos gabime të tilla, s'mund ta thash që kemi qenë krejt të ri dhe jo profesional, kanë bën gabime ushtrit me formacione të rregullta e jo një grupi të rinjve pa asnjë aktivitet ose pa një trajnim të veçantë, sepse edhe roli jem në zonë ishte i sektorit morale politik. Ne i mbledhim ushtarë dhe i thonim që lufta është një zgjidhje problemit me mjet tjetër, kur
të gjitha mjetet paçore kanë dështuar dhe ju tregon ndjemve si duhet me usjell kur të vinë në Prishtinë, çfarë duhet me bë, si duhet me usjell me civilt. Dhe kështu. Pastaj kjo tendencë e relativizimit të rolit është në rregull për të identifikuar se për të shoqëria ka të drejtë me i vërejt gabimet, po jo, deri në momentin që e relativizon krejt luftën, e përçmon krejt luftën, e pastaj kjo nuk është drejtësi. Kjo është ose xhelozi, që se ka vet, ose është kompleks, më sta them, a e kupton, do thotë se një çështje është e vërtetë. Ai ushtar i mirë, i disciplinum, që ka posë rolin me mbrojt këtë tokë, sot ushtari i mirë është ai që e bën këtë tokë vend të jetueshëm, vend të mirë për gjeneratat e reja. Sot ushtari i mirë është ai i cili respekton ligjin, ai i cili punon me ndershmëri dhe mendoj që shoqëria dhe roli i njerëzit në shoqëri ka ndryshon në varësisht prej kërkesës që ka vendi jot në ato momente. S'ka kërkesë, shoqëri që s'ka kërkesë për meritu. Mirë, po ata se kam në lidhje direkte nga Haga, e kam avokatën e popullit shumë shkurt për t'i dhënë fund. Këta burra dhe dy tjerë që s'peshojmë i mungojnë t'i veni. Këta burra këto që peshojnë fotografi, edhe dy tjerë Sali Mustafa dhe Pjetri mungojnë t'i veni. Uroj sa ma shpejt kthehen këta. Për ndryshe... Atje keni edhe Calin. Calin e kemi, Pjetri është atje dhe 2 ose 3 që po dënohen me këto procedurat tjera, uroj gjithë të lirohen. Për ndryshe unë, ta njëtën, muj me mbot gjithë shka njëtë, edhe me mri gjithë shka njëtë, edhe që kam mri, edhe kështë që u kom presidenti Kosovës, edhe këtë kryetari parlamentit, asë një nuk mujna me bo ma shumë sa që këna bo gjatë luftës e Kosovës. Sepse kontributi për me liru vene është maj masë gjithë shka, edhe maj masë se presidenti, edhe maj masë se kryetari, maj masë se gjithë shka. Gjithë atjera tjenë të mësh me mu mri, po lufta njëherë mrit dhe njëherë vjen vera kadera, neve në ka orë vera kadera, unë jam i lumtur që kam qenë pjesë e çlirimit të këtij venit dhe uroj që kur më mos asha luftën. Unë ju falenderoj të dyve që ishit në këtë emision. Duhet me shkurtu pak këtë bisedë për shkak se kam një lidhje direkte pikërisht. Ata kam përparësinë këtë rast. Po, pikërisht për këta burrat që po i shohim këtu në ekran, sot drejt Hagës ka udhëtuar avokati i popullit zoti Qelaj për ta prezantuar një raport të cilët e kanë bërë pra ekspertët britanik. Është planifikuar që të marrin pjesë në prezantimin e këtij raporti edhe përfaqësues nga gjykata speciale dhe prokuroria speciale e Hagës, mirë po ata në fund kanë refuzuar që të marrin pjesë. Përshëndetje avokat. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je i gatshëm me qenë pjesë e emisionit frontal, me na shtjellua edhe më shumë atë se çfarë sot realisht ndodhe në Hagë. Ju e dini publiku qytetarët e Kosovës, po besoj edhe shumë akter institucional ndërkombëtar, që më herët ne kemi publikuar një raport hartuar nga Komiteti i Drejtat Njerëzit i Odës Avokatët të Anglisë, një institucion të shumë prestigjioze në këtë botën që trajton merret me drejtat e njerëzit në rastet e gjykimeve, sidomos proceset gjyqësore. Refuzim, pra ishte konfirmuar pjesëmarrja e përfaqësuesve të dhomave të specializuara në Hagë, qoftë nga gjykata, qoftë nga prokuroria, mirë po në fund ata refuzuan që të marrin pjesë. A e dini ju arsyen, ju thanë arsyen pse ata nuk marrin pjesë? Në fakt, që ne vetëm i kemi dërgu ftesa, nuk është që kanë konfirmu pjesëmarrjen, përgjigje, pra nuk i pas pjesëmarrjes. Ajo që rëndësishme është që në këtë takim sot ku vetë autorët e raportit ishin prezent, paten mundësi me paraqit para një numër shumë të madh diplomatëve akredituar në Shtetet Bashkuara Evropian po të botës. Unë mund të them se ka qenë prej angazhimeve dhe aktivitetet mia më të mëdha që kam pasur jashtë Kosovës, dikon në një punë tjetër në një qytet perëndimor. Kjo falë mbështetjes dhe ndihmës jashtëzakonshme të ambasadës Kosovës në Hagë.
Pjesëmarrja ka qenë shumë e këndshme, kanë qenë përfaqësi diplomatike të gjitha shteteve, të gjitha shteteve të agrikulturës këtu, kryesisht ato evropiane, por edhe botës, dhe kanë pas mundësi me dëgju i vetë autorëve që vinë nga ky komitet, pra që janë në Britania e Madhe, ka ekspertizë të jashtëzakonshme me prezantuar raporti, që paraqisin natyrisht edhe shqetësimet që ne kemi paraqitur kohë parë, rrimësi për fillu proces gjyqësor me shumë aspekte të mbrojtjes drejtave të njeriut, për të drejtë panço, nga se përveç misionit gjykata ka mos drejtësi, ka me të publiku, kohë të fundit ka besem pa që kanë dalë shumë aspekte të konstituse mbrana standardeve që po i aplikojnë kjo gjykatë, dhe po besoj ne kemi arritur fillimin të financuesve të kësaj gjykate, atyre që jap buxhet për saj, edhe që në ideatorët dhe kreatorët e krijimit të kësaj, ne mi paraqit të shqetësime gjithmonë me idenë që gjykata duhet të kthehet reflektimit vetë dhe të shkon nëse është ai respekton të drejtat e tij. Avokat, falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje direkte me emisionin Frontal. Besoj se kur të vini në Kosovë do të jenë edhe në studion e emisionit Frontal. Pa me gatshëm dhe me tani rezervu sepse kam thjesht me i njoftu autoritetën para me këtë situatë, tani jam i hapur për komunikim publik që jam në studion tuaj. Shihim në Kosovë, falenderoj shumë, ishim në lidhje direkte pra me avokatin e popullit, i cili ka qëndruar në Hogë. Me këtë lidhje direkte po japim fond për sot emisionit Frontal.